Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në Chelsin Muzikor 2011. Mirë se keni ardhur në finalen e madhe të Chelsit Muzikor 2011. Kemi udhëtuar shumë, po, nuk kemi lodhur, jo. Ka qenë kënaqësi natyrisht të udhëtojmë dhe të prezantojmë këngë të bukura. Ti e dona, jo vetëm që nge rritur, por shëndrin sonte. Faleminderit. Të lutem. Edhe të gjithashtu. Faleminderit. Në rregull, spari unë du me tregu diçka për vete, nëse më lejoni. Në rregull, unë jo me Dona, ky është Maksi, dytë jemi gazetar, miremi me këtë punë që një kohë gjatë. Unë për vete udhëheq një emision që titullohet Zhurma, edhe ju mësu ku të shkoj me ndi zhurm. A ka zhurm sonte këto ajo? Qa ashtu ka menica, unë du me një zhurm. Do t'i provojmë edhe pas pak se për kë kanë ardhur të mbështesin natyrisht edhe artistin e preferuar të tyre, miku, nuk e di, një shok, një shoqe. Po, për kënd keni ardhur ma shumë, hajde? Në rregull, unë veç du me ju paralajmëru që sonte kena me pas emrat mdhajnë këtë skenë, gjithashtu edhe emrat ri, cilët ka nevoj shumë për përkrajen e juaj. Mesin e tyre do t'jenë, t'i përmend disa më lejoni. Granit Ameti, bravo. A dini ju na jamër tjetër kush është sonte këto? Gjyste Vulaj, Alban Mehmeti, Irva Stefa, Drenusha Latifi, Burim Hoxha, Berkani, e shumë të tjerë. Rregull. Tani zyrtarisht fillojmë natën finale të Chelsit Muzikor 2011 për zhanrin e muzikës popullore. Jeni gati për ta kallur sonte apo jo? A jeni gati për zhurm? A fillojmë me konkurimin? Okej, vazhdojmë me konkurrentët e parë. Atëre. Është mashkull ta kon ty? Në rregull, është mashkull e them unë. Konkurenti i parë për natën e muzikës popullore të finales së madhe të Chelsit Muzikor 2011, edicioni i 5 jubilar, është Arsim Lumnica, vjen me këngën Për një fjalë. Teksti Milaim Islami, muzika dhe orkestrimi Hysni Klinaku. Mirë po ju mos pritni një fjalë, mi ju thonë apet. Unë du veç zhurmë sonte. A jeni për zhurmë? Më thatë që po. Hajde, ndjekim Arsim Lumnicën. Konkurenti i parë. Se kuptove, për një të keq që me pahir, për një ditë sa mu largove e harrove.
çdo të mirë. 6 ditë javë, mira me pas, dita e shtatë, që çdo në të shkojnë. 6 të bardhat e dynjas, një zez nuk munim lën. 6 të bardhat e dynjas, një zez nuk munim lën. Një zez nuk munim lën. 6 të bardhat e dynjas, një zez nuk munim lën. 6 ditë javë, mira me pas, dita e shtatë, që çdo në të shkojnë. 6 të bardhat e dynjas, një zez nuk munim lën. 6 të bardhat e dynjas, një zez nuk munim lën. 6 të bardhat e dynjas, një zez nuk munim lën. 6 të bardhat e dynjas, një zez nuk munim lën. Mirë, besoj se jemi gati për të pritur një tjetër këngëtare shumë në moment në muzikën popullore. Në fakt, kisha dëgjuar shumë tituj për dashurin në këngë që këndohen në mbar treva shqiptare, por kur se kisha dëgjuar titullin Vdekërisht dashuroj. I duheja e saj ta këndonte, ta shkruante tekstin, po flas për Gjystevulën. Teksti është bërë nga vetë ajo, muzika Sokoli dhe Gjystevulaj, orkestroi Sokol Vulaj, komplet familja, por këndon vetëm Gjystevulaj. Apo i pëlqejnë këngët? Ka alo, po du zhurë, më thashë edhe ma herët, zdi, po më shgënjeni diçka. Bravo, qashto, hajde edhe njerë. Okej, konkurenti i radhës është Ismail Balidemaj, me këngën Ka me dridh bjeshkën. Teksti Milaim Islami, muzika dhe orkestrimi Hysni Klinaku. Ismail të ftojnë skenë, mirë po kërkoj prej teje me dridh skenën. Pani
ima ke shpin Jesh ke ere atje ku rokën Urim ti e shto jeshin Gure thera lulem tokën Atje në butha ima ke shpin Jesh ke ere atje ku rokën Urim ti e shto jeshin Gure thera lulem tokën Ti kam nisë një qinë dasmon Jenë tu pani pjene depi Moje mirë varsi bor Gjodha nuse për qepi Ti kam nisë një qinë dasmon Dridhe tu pani pjave ngusi Moje mirë varsi bor Gjodha nuse për qepi Ti kam nisë një qinë dasmon Jenë tu pani pjene depi Moje mirë varsi bor Gjodha nuse për qepi Ti kam nisë një qinë dasmon Dridhe tu pani pjave ngusi Moje mirë varsi bor Gjodha nuse për qepi Në fakt do të pyesja vetën në fillim fare dhe të gjithë meshkuj që janë këtu burrat, kemi gënyer ndonjëherë femrat apo jo? Pastaj ato të shkretat bëhen shumë xheloze, por në fakt këngëtari që vjen nga Zvicra do të thotë me këngën e tij Zdim me tërnajt, është Kolo Roshi, teksti Arsim Bunjaku, muzika dhe orkestrimi vinë nga Ardian Kastrati. Në skenë ftojmë Kolo Roshin. Gjepi se kam plot Por kjo s'me pengon këtë jet Se për dashuri o shpirt S'ma kalojnë as njemi vet Ndoshta jam pak i vështir Por as ti nuk je me laqem Sot për nesër po jeton As njëherë veten se knaqem Zdi me të rejt, po t'kallzoj drejt Për e më të mirë se kishe qenë E kam zemrën si dukat As kush me afrohet kat Zdi me të rejt, po t'kallzoj drejt Për e më të mirë se kishe qenë E kam zemrën si dukat As kush me afrohet kat
sot muj me thon që s'kam pasi sytë e tu, ndoshta jam pak i vështir, por as ti nuk je me laqen. Sot për nesër po jeton, as njëherë veten se knaqen. Zdi me të rej, po t'kallzoj drejt, për më të mirë se kishe qenë. E kam zemrën si dukat, as kus me afrohet gat. Zdi me të rej, po t'kallzoj drejt, për më të mirë se kishe qenë. E kam zemrën si dukat, as kus me afrohet gat. Zdi me të rej, po t'kallzoj drejt, për më të mirë se kishe qenë. E kam zemrën si dukat, as kush me afrohet gat. Zdi me të rej, po t'kallzoj drejt, për më të mirë se kishe qenë. E kam zemrën si dukat, as kush me afrohet gat. Unë du tash me prezentu një këngëtare, e cila nuk është rastësisht këtu, nuk ka fitu rastësisht me shku deri në finalen e madhe të Çelësit muzikor 2011, mirë po kënga e saj titullohet rastësisht u pa. Para jush vjen Kumrije Biba, teksti Artan Ferati, muzika dhe orkestrimi Fatos Canolli. Kumrije, rastësisht skena për ty.
dashuri. Vazhdoj me konkurentin e radhës. Libron Musliu, Bondi, As sa më mungon. Teksti Kreshnik Avdiu, muzika dhe orkestrimi Arti. Nuk e dia e ka marrë novkën prej James Bondit, apo vetë thirin Bondi, mirë pun kisha dosh me ftun s'ken tash. Mirë, kemi mbërritur kështu te kënga e fundit në muzikën popullore për sonte në Chelsea Muzikor 2011. Do të ftojmë një duet, është Ylber Aliu dhe Shipe Krivanieva. Nuk e meriton titulli i këngës. Teksti Hasbib Therra, muzika dhe orkestrimi Ardian Kastrati. I ftojmë në skenë kënga e fundit konkurruese pra në natën finale të muzikës popullore. I presim me duatrokitja. Gjithë shka përfundoj, kjo ndër mbaroj, në asnjë mënyrë me ty s'bëhem mirë. Ti më lutesh kot, jo nuk dua lot,
raftove një herë, s'më she as një herë. Nuk e meritoj shpirtin tënd të mjet, e mira e keqja s'bashku asnjë herë. Nuk e meriton zemrën time t'shkret, nuk të kthehen kur sot e 100 vjet. Për fatin tim, vuaj shpirtin, pas ka qenë e shkruan, tjetoj i vetë muar. Më mirë e vetmuar, më pak e lënduar, s'dua t'je me ty, me shumë lot në sy. Nuk e meritoj shpirtin tënd të mjet, e mira e keqja s'bashku asnjë herë. Nuk e meriton zemrën time t'shkret, nuk të kthehen kur sot e 100 vjet. Nuk e meritoj shpirtin tënd të mjet, e mira e keqja s'bashku asnjë herë. Nuk e meriton shpirtin tim të mjet, e mira e keqja s'bashku asnjë herë. Shumë e bukur muzika popullore, muzika e popullit, por nuk e dini se ka këtu popull apo jo. S'po ndëgjohen populli, hiç s'po ndëgjohen, hiç. Po të bëjnë zhurmë apo jo? Jo qatë sa po duhen, përveç këtij djalit këtë. Mirë, muzika e popullore, natyrisht muzika e popullit, kanë qenë këngë njëra më e bukur se tjetra. Nuk guxoja ta bëja të pyetjen që bëja dikur që cila këngë është më e bukur. Asun s'po guxoj me bo, pasi tash do t'i ndojmë çmimet, sepse këtu zyrtarisht i erdhi fundi konkurimit të Qelsit Muzikor 2011, natën për muzikën popullore Finalja. Mirë, tani është rradha për të ftuar një artist që vitin e kaluar Ka fituar vendin e parë në zhanrin e muzikës popullore në finalen e madhe të Qelsit Muzikor 2010. Ftojmë në skenë Hysni Klinakun. E ftojmë me duat rokitje, një këngëtar të madh të muzikës popullore dhe jo vetëm. Se kishim llogaritur. Mirë mbrëma juve, mirë mbrëma gjithë pjesëmarrësve dhe administratorëve që janë në sallë. Hysni, a mundesh më na tregu diçka më shumë si ka qenë vitin e kaluar, këndë ke pas konkurrent, a ke shpresu që kemi pas vendin e parë? Jo, kam ardhur me marrë pjesë, po fati deshte e marrë vendin e parë dhe që ku jam tash për me nda çmimin për vendin e parë. Pe dorëzon kurorën, apo mërzitesh? Jo, as pa. Rregull, presim çmimet. Kush po fiton e kçyrum tash.
Në rregull, ky që nga çmimi i Ziko TV-s, e mbon pak zotresme. Çmimin për Ziko TV e fiton Çmimin Ziko TV e fiton këngëtarja Kumrie Biba. Në sken. Çfarë të duash mund të thuash? Çfarë të duash? Faleminderit shumë Jurijës. Faleminderit. Thua faleminderit, ke thënë gjithçka. Faleminderit dhe urime. Nuk është e rastësishme këtë çmim. Faleminderit shumë. Falenderoj Ziko TV shumë. Edhe publikën e mrekullueshëm të Kamenicës. Faleminderit shumë. Mirë, vetëm faleminderit ka Kumria. Mjafton, fjalë shumë e madhe. Shkoj me çmimin interpretimi më i mirë. Kush ka interpretuar më së miri në Çelësin Muzikor 2011 në muzikën popullore? Çmimi për interpretimin më të mirë, ky çmim do të ka shkuar tek Ylber Aliu dhe Shqipe Krivanjeva, dueti pra. Dueti i fundit që u këndua në natën konkurruese të Çelësit Muzikor Popullore. Okej, Shqipe diçka përveç faleminderit, diçka tjetër? Gjithashtu dhe Ylberit, Po, patjetër. diçka tjetër mundësisht. Po faleminderit duhet, por i falenderoj për edhe publikin, si dhe Ziko TV-n për organizimin, po ashtu dhe prezentust ishin të shkëlqyeshëm. Faleminderit për çmimin. Shumë faleminderit, ta themi edhe ne këtë. Fjallë për sëritëm. Okej, reprizë. Mirë, shohim se kush Florentina, na është i dëgjuar sjell? më së miri, kush është pëlqyer nga muzika popullore në Radio Star në Gjilan. Pra shkojnë edhe me çmimin radiofonik nga Radio Star, Gjilan. Ky çmim shkon tek Kol Oroshi. I përshëndes të gjithëve, mu merë të befasi, të thamë drejten, nuk jesh përgadit, faleminderit shumë. Ta shfrytëzoj edhe rastin të përshëndes të gjithë kolegët e mi që kanë marrë pjeson të gjithashtu nëse bani dur trukitit të madhe për mrekullueshëm Ziko TV. Ju faleminderit shumë, befasi, faleminderit shumë. Mirë, do doja Po, tani veç një sekond, Po. Kol, t'lutem qëndron skenës është e mundur. me emocione Mundesh me qëndru aty te këta i që bashkangjitës dhe fituesve. Ndërsa E dona, tani, më fal. Do doja në fakt të merrja tani një mendim apo opinion nga të gjithë ata që janë të pranishëm këtu, pse jo dhe ata që na ndjekin nëpërmjet e Ziko TV-s. Cila apo cili është dukur më interesante për të dhënë çmimin e publikut? Kush mendoni? që ka pëlqyer më shumë sonte? Në muzikën popullore, cila apo cili? Kush ishte e dona? Jo. Ajo, se di. Po dëgjoj një gjysë e vula, nuk e di, unë nuk kam asnjë Se gjë në di, dorë. e presim çmimin, cilin na sjell Florentina, Atëre, për ndryshe Miss Sharmi në Gjilan. çmimi i publikut. Çmimi i publikut për kënd shkon edhe një herë. Hajde. Hajde mos na lëni neve me thonë. Pra, shkon për gjysë të vullët. Okej, unë gjithmonë kam... Njëherit me lejonit të them me mbrëma Kamenica. Ka 10 vite më duket që nuk kam qenë sugar free. Një, nuk kam marrë këtu për të marrë çmim. Kam marrë këtu për të promovuar albumin tim të ri, nga më të mire të Rolindi. Kam marrë dhe vendin më të mire, më të duhur në Ziko TV. Nësa çmimi me i madhin e ju. Faleminderit Ziko TV. Okej, gjysë, më fal pak. Gjysë më dëgjon, mirë po kalon ti. Po kalon shumë mirë.
Po kaloj shumë mirë, normalisht. Afër femrave të bukura unë gjithmonë nuk rri dot pa bë pyetje. Kaq shumë ti e don sokolin tënd që i thua vdekërisht të dashuroj, kaq shumë e don, me që vete ke bërë tekstin, jo për një gjë. Kënga vdekërisht të dashuroj është, ja kam dedikuar të gjitha vajzave që duan një mashkull, të duan dashnorin, të fejuarin, bashortin. Unë i kam thënë sokolit para 17 vite që dashuroj shumë, ashtu që kjo po rritet dita ditës. Shumë mirë, bravo. Shembull i mirë, Faleminderit, gjyse. për ata të martuarit. Faleminderit. Shkoj me çmimin e tretë, presim Florentinën. Kush e ka fituar çmimin e tretë? Po shkojme me çmimin e tretë, pra çmimi i tretë shkon për këngëtarin Librond Musliu. Urime. Okej, Libron, ndali pak. Po më shkojna me çmime tjera. Ti je James Bondi, ç'është ky Bondi në fund? Ç'është, se kuptoj. Po vetë Bondi më thirrën. Është pseudonim. Po. Okej. Urime për çmimin. Ne të vazhdojmë me të tjera çmime, është çmimi i dytë në fakt. Atëherë pres edhe e donën edhe çmimin. Është ralla për çmimin e dytë. Çmimi i dytë në konkurrencën për këngën popullore të Çelësit muzikor, të organizuar nga Ziko Kompani, shkon për Labinot Alshiqin. Çmimi i dytë, shumë i rëndësishëm, me shumë këngë të bukura. Urime Labinot. Urime. Labinot është hera e dytë që merr pjesë në festivalin Çelësi muzikor dhe herën e dytë fitove çmimin e dytë. Apo mendon me marr pjesë edhe një herë me marr çmimin e parë apelen me çikaq. Po. Po. Okej, Labinot, a kemi shtu diçka? Faleminderit shumë. Faleminderit. Kush e ka fituar çmimin kryesor të parin? A po doni me ditë kush po fiton çmimin e parë? Kush? Sponi. A të marron brës se po kom qef. Shkoj me vendin e parë për Çelësi muzikor 2011, për zhonin e muzikës popullore. Pra, çmimi i parë për Çelësin muzikor 2011 edicioni 5 shkon për Gjyste Vullën. Çmimi kryesor Gjyste. Hajde me aplauz. Erdhi çmim tjetër, faleminderit shumë. Urime. Mbretëresha në Çelësin muzikor 2011 në muzikën popullore Gjyste Vullaj. Faleminderit vëllezër motra, faleminderit. Thash, çmimi juaj është. DJ-a, Sepse ju jeni ata që përkani, ju jeni frymarrja ime në këtë profesion. Mos harroni me fillimin e korrikut, ndëgjoni albumin tim të rinja shumë jashtëzakonisht mirë. Faleminderit. Faleminderit Ziko TV. Faleminderit. E kalosh i gëzuar gjithmonë. Suksese. Në rregull, tani po prezantoj. Po t'ja, tani. Për prezantoj Hysni Klinokun me kënu disa këngë, pasi është mysafiri ynë special për muzikën popullore. A jeni gati? Po më pëlqen tash. Hajde zotë Hysni. Po pres sa të përëndoj djeli
dvet muar me të gjerë. Do të vi, moj, do të vi, zemrën me ta marë, do t'jemi veç unë e ti, natë pa dëshmitar. Do të vi, moj, do të vi, se të dua shumë, veç njëherë moj ta kalojmë, bashk një natë pa gjumë. Do të vi, moj, do të vi, se të dua shumë, veç njëherë moj ta kalojmë, bashk një natë pa gjumë. Po pres, sa të përëndoj djeli, e pres, hënën me dal, derën të nde do t'a qeli, e shtur e pa fjal. Nëse mprete unë vonoj, mos e ke dert për mu, rrugën të ndë se gaboj, për menç e kam su. Do të vi, moj, do të vi, zemrën me ta marë, do t'jemi veç unë e ti, natë pa dëshmitar. Do të vi, moj, do të vi, se të dua shumë, veç njëherë moj ta kalojmë, bashk një natë pa gjumë. Do të vi, moj, do të vi, se të dua shumë, veç njëherë moj ta kalojmë, bashk një natë pa gjumë. Të dua shumë, veç njëherë moj ta kalojmë, bashk një natë pa gjumë. Do të